e bukur, egzotike, psikopate. Përshëndetje, unë jam vezire della Diarea. Në pritje të serive të reja të Sarasvati Shakirës, jam këtu me ju, të dashura mikeshat e mia, për t'ju dhënë një lajm mjaft interesant. Sot unë jam një prej jush, për këtë arsye kam lënë mjekër dhe mustaqe. Të nderuara mikesha, është e vështirë ti jesh një luanesh në një botë luenësh, por duhet ta marrësh situatën në kontroll. Dhe unë kam sekretet e mia. Jeti një nënë e frustruar që burri, le të themi, të çan trapin. Jeti një vajzë në karrierë që do të ndërtosh fatin tënd dhe pasurinë tënde duke martuar një lac pamend. Zgjidhja është vetëm një. Koçifos vezire është zgjidhja e të gjitha problemeve tuaja. Siç e dini të gjithë, unë jam një nënë shumë e devotshme. Unë jam një grua shtëpiake që ja ka dedikuar jetën familjes dhe bashkëshort, por që fatkeqësisht duhet ta pranoj, nuk kam pasur ndonjë fat të madh në dashuri. Megjithatë ka pasur gjithmonë diçka që ka qëndruar pranë meje. Dhe ai është Koçifos vezire. Koçifos vezire. Tashmë formula ime e personalizuar vjen për ju. Ti, grua e devotshme, mund ta heqësh qafe burrin tënd dhe të jetosh e lumtur. Ti, vajzë e re në karrierë, mbasi ja ke mbushur mendjen lacit që të firmos dokumentat e martesës, mund të përdorësh Koçifosin për ta hequr qafe dhe për të shijuar paratë e tij me kopshtarin. Ti, studente, nxënëse e fillores, mund ta heqësh qafe zyshen tënde dhe të jetosh e qetë si ignorante. Koçifos vezire. Për çdo dy kavanoza Koçifosi merr një sqepar dhurat. Koçifos vezire, e vetmja mënyrë për ta lënë një mashkull pa frym, në kuptimin e vërtet fjalës. Vdes, domethënë. Koçifos vezir, helmi i provuar dhe i testuar të 5 ish burrat e vezires. Kavanozat shiten tek tregu ilegal pranë klinikës së trafikimit të organeve.